Për parandalimin e përmbytjeve në Novosel ishin parashikuar dhe u realizua gati 5 vite më parë një investim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për mbrojtjen nga lumi nga ura e vjetër e Mifolit deri në fshatin Fitore, 630 metër me një vlerë 47 milion lek dhe një investim nga Bashkia e Vlorës, argjinatura mbrojtëse nga fshati Mifoli në Novosel dhe nga fshati Fitore në Bishan. Masat u ndërmorën pasi kanë qenë të shpeshta historitë e daljes së vjosës nga shtrati dhe përmbytja e shtëpive dhe tokave bujësore në fshatrat e Novoselës, ku më i dëmtuar gjithmonë ka qenë fshati Fitore. Në 12 mars të vitit 2021, Fondi Shqiptar i Zhvillimit njoftonte për ndërtimin e argjinaturës për mbrojtjen nga lumi vjos të qendrave të banuara në njësinë administrative të Novoselës. Këto përmbytje ndër vite kanë bërë të domosdoshme rritjen e sigurisë së argjinaturave të lumit vjos sipas kushteve teknike dhe të projektimit sipas standardeve ndërkombëtare të miratuara nga shteti shqiptar. Për këtë arsye, nga grupi i projektimit u artua projekt zbatimi i mbilartësimit të argjinaturave si dhe ndërtimit të tyre. Siguria e prurjeve që do të përballojnë argjinaturat do të jenë të tilla që do të përbëjnë mbrojtje efektive të qendrave të banimit, të cilat rrezikohen nga përmbytjet, thuhet ndër të tjera në atë kohë në njoftimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Madje në vitin 2018 u njoftua ndërtimi i 5 argjinaturave në zonën e Mifolit që do të mbronin nga gryrjet e lumit krahun e majtë të shtratit, që prej vitesh ka shkaktuar probleme. Investimi i bashkisë ishte i ndarë në 2 faza, 39 milion lek në fazën e parë dhe 51 milion lek në fazën e dytë. Mungesa e argjinaturës në këtë pjesë të vjosës ka sjellë përmbytje të vazhdueshme në zonën e Novoselës ndër vite për shkak të daljes së lumit nga shtrati. Loti i parë u realizua, por më pas mbeti pezull dhe nuk dihet se pse projekti nuk u përmbyll. Jemi në stinën merreshje dhe rreziku është evident për banorët, ndaj duhet që investimi të vijojë edhe me lotet në vijim. Shpesh autoritetet vendore të zonës janë shprehur se ura e re e ndërtuar në pjesën e autostradës Vlorë-Levan është e ngushtë dhe krijon një digë artificiale për lumin. Sipas tyre, nëse nuk ndërtohet mbi rrugë dhe një urë e re në autostradë, atëherë përmbytjet do të vijojnë. Zona e Novoselës dhe fshatrat përreth kanë përjetuar disa përmbytje për shkak të vërshimit të ujrave të lumit vjos në periudha të mëdha të shirave.